Zonja Shkurte Dauti, e lindur në vitin 1962, krijuese artizanale që nga vitin 1980 duke ushtruar si profesion bërjen e qilimave, veshjeve tradicionale dhe jo vetëm. Këtë talente ka të trashëguar nga nëna dhe vjera e saj. Është pjesë e ansamblit Peter Bogdani i Has që nga vitin 1990 me drejtues zotin Hysen Dida. Veshja e rekës ka qenë veshja e parë përfunduar nga zonja Dauti, teksa ndër vitin numëron 20 veshje të rekës të përfunduara, 10 tirqe, ndryshe veshja e burrave, 5 veshje të vlanës, veshja e gurit të Hasit, dhe flet edhe për veshjen e qikës, të cilën për shkak të kërkesës së vogël numëron vetëm një veshje të tillë të ruajtur ndër vite. Sa i përket vekut, zonja Dauti shprehet që është e ruajtur nga ema dhe e trashëguar tek ajo që nga viti 1970. Në vitin 2008, zonja Dauti ka marrë 2 çmime të dyta në Kukës, njëri ishte për veshjen e rekës dhe çmimi tjetër për vekun. Në shtator të vitit 2014 ka fituar çmimin e parë me veshjen e rekës në Gjirokastër. Zonja Shkurta, si lindi ideja e impenimit tuaj në veshjet popullore? Sipas traditës hasiane, veshjet popullore i kanë marrë nënat tona. Edhe nuk pa të ndalën pas rrëzimit. Pas rrëzimit diktaturës, fillun e dulën pa gjitha veshjet popullore të Hasit, tradicionale. E para është veshja e rekës dhe quhet e veshin rrafshi i Hasit. E dyta është veshja e vlanës, si thojnë ata, e vesh guri bardh. Është edhe veshja e qikës, që e kanë pas vesh qikat sipas traditës hasiane. Cilat janë veshjet më të kërkuara? Cila nga këto 3 veshjet kërkohen edhe në ditët e sotme? Sidomos ansamblet i kërkojnë shumë këto 3 veshjet që i kamon. Ansambli i Hasit. I qet më pa. Në rregull. Sa vështirë ka qenë ruajtja e traditës së veshjeve tradicionale në këtë zonë? Ka qenë shumë e vështirë sepse nuk kanë marrë, nënat tona kanë pas shumë me pakici kanë marrë ato rroba tradicionale. Dhe kam kërku në për shtëpia, ja kam kërku nanave. Nga një dhe kam filluar kam bë komplet veshën. Në rregull. Cili ka qenë mesazhi juaj për të rinjtë e këtij vendi rreth traditave dhe veshjeve popullore? Mesazhi jem për të rinjtë e Hasit, të rejat, duhet të marrin traditën e Hasit të veshjeve popullore, që është një veshë e gurit bardh që në vitin 1933 që e kam gjetur ne, edhe ekziston hala sot. Prandaj duhet t'i ruajnë traditat e vjetra, sidomos veshjeve popullore, si për burra, si grave. Në rregull, me çfarë punohen këto veshë, zonja Shkurta? Këto punohen me dorë, punohen me veglat vjetra, siç është pëlhura, punohet me vek. Okej. Dhe është pëlhura, copa pëlhurës është shumë e vjetër. A është e vështirë të punohet një veshje? Është shumë e vështirë dë në kohë. Dë kohë, deri në 3 muaj mund të bëhet. Dhe gjitha kjo kalon një procedurë? Një procedurë deri në 3 muaj. Në rregull. Me leshe, me marhama, me gjitha veshjen që të pinga ditë. Cila është pjesa më e vështirë e veshjes që duhet punuar më me detaje? Është jeleku edhe këmisha. Përpara. Jeleku edhe këmisha që është përpara punohet me makinë. A ka ndonjë njëri tjetër përveç jush që punon veshjet? Ka. Janë edhe 2-3 veta. Ka këto. Punojnë. Në rregull. Po veshjen e Hasit, rrafshit, ose veshja e rekës, nuk kërkohet aq shumë sa kërkohet veshja e tropojës. Domethënë përveç veshjeve tradicionale të Hasit, kërkohen edhe veshjet e tropojës. Veshje tjetër përveç veshjes së tropojës, a ka që transmetohet tani te brezat e rinj? Është kjo veshja kuqezi që na ka ardhur modeli nga Kosova. Veshja e flamurit, veshja është e thjeshtë dhe e lehtë. Në rregull. A mund të themi për shembull në cilin vit keni pas një zhvillim më të madh të kërkimit të veshave? Zhvillimin më të madh e kam pasur në 2010-ën, që ka hyrë në seri. Edhe kërkohet veshje. Në rregull. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Dhe shpresoj që Hasi të promovohet sa më shumë dhe të keni edhe ju sa më shumë punë. Faleminderit për intervistën.